Po të fundit kam filluar nervozohem shumë. Qa faju ka një mashkull që punon një punë me djersën e ballit pas Zotin. Vini rini beni lëllë gjykimesh aty keni pjerdur nga mendja, seriozisht po ja them, juve keni pjerdur, jeni kalbur nga mendja. Si me vete rritja atje gjykon rrogën ati tjetri, pse jeni kaq, pse keni humur njerëzimin fare si njerëz. Qa do bëj ai, më qa do bëj ty ai, më ai shkreti ai torturohet gjithë ditën aty, ma do kushte që ka. Do vi një kohë dhe ai do rregullohet, do vazhdoj, qofse ka dy persona që e du njëri tjetrin, me shpirt, do ngrihen të dy ekonomikisht, nuk e di pse beni para asnjëra nga ju që beni këto debilliqe, nuk jeni të martura. Pse i beni këto pisliqe dhe këto përçarjen shoqëri pas Zotit? Se seriozisht u mbohe me nerva kur ju ngjoj, nuk ngjoheni, e kupton? Sa femra pa karakter. Çat faj ka ty ai më që po i leni gjithë familjet pa martu juve? Se nuk i nënshtroni Zotit, keni fillu domethënë, dhe që më morë ma caronëre seriozisht kur ju ngjoja, acaroa, me vërtet acarohet. Kush je ti njëherë si femër të vesh ti të gjykosh tani një person që torturohet 12 orë në punë atje? Se jeni bërë kaq debile femra nga trut, o Zot më fal, po seriozisht, unë nervozohem me vërtet kur i shoh këto gjona. E di pse keni humur karakterin si femra, nuk ju vjen zor nga Zoti i Madh. Pse nuk zgjoni nga gjumi mërë Zot? Vete gjykon ti, një person që punon me djersën e ballit, si nuk ju vjen zor nga vetja? Ju vi zor nga vetja, edhe seriozisht nuk e di pse femrat nuk reagojnë për këto veprime, vetëm kënaqet i fryhet ajo egoja vet me budalliqe të tilla. Si e keni futur, ju e keni futur. Duke filluar që nga nënat, që nga shoqet, që nga gjithë shoqëria që keni futur një kancer, edhe vazhdoni pasaj thoni, ja janë meshkuj problemi, qa meshkulli problemi? Se unë jam e sigurt do thënë, jo, është kjo që po na gjykon neve, po na bën, nuk jam duke gjyku, por realisht me ma pëllëcisni trurin ato. Veni gjykoni njerëz aty, e diti çfarë do thot ti si kafsh femër që je, di çfarë do thot tri ai shkreti, torturohet 12 orë atje për Zotin e Madh. Menojë t'ja u bënte dikush babit juaj këto veprime. Mendojeni t'ja u bëjt babit juaj këto veprime, seriozisht unë bëhem me nerva. Edhe uroj të ketë më shumë femra si unë, sepse jeni realisht një kancer i vërtet.